Zoti Çoçoli, pra gjithë le të themi vëmendja shkon tek faktori shtet. Shteti duhet të ndërhyjë për të rregulluar çmimet. Shteti duhet të bëjë auditim. Po si është e mundur që në shumicën e auditimeve që bëhet nga Autoriteti i Konkurrencës, institucioni kryesor, nuk faktohet një marrëveshje fshet, ose në rastin se faktohet, nuk është se shkohet me masa ndëshkuese siç ka qenë rasti i kompanive të miellit. Është shumë e vështirë. Edhe të jenë të gjithë të zbritur nga qielli këta punojësit e Autoritetit të Konkurrencës, mbahen nga taksat tona, e kanë të pamundur të gjejnë abuzimin, sepse përmendi dhe zoti Tola, kemi marrëveshje të fsheta. Çfarë janë këto marrëveshje të fsheta? Nuk është se publikohen, nuk është se qëndrojnë në një regjistër, që të shkoj audituesi i kësaj Autoritetit të Konkurrencës, se t'i gjejë nga regjistri dhe thotë eureka, ja ku e gjeta abuzimin. Jo. Këto bëhen marrëveshje që nuk regjistrojnë asgjë kundi, janë marrëveshje okulte të fsheta, dhe prandaj edhe është shumë e vështirë nga çfarë do lloj autoriteti që të gjenden. Çfarë mund të bëhet? Është që të rritet steka, të jetë në formën e një spaku ky Autoriteti i Konkurrencës. Në çfarë kuptimi? Ti lejohet që të përgjojë dhe thot prap me të drejtë zoti Tola, të mos përgjoj ata si përmarrësit e vegjël, që u mbytën me kontrole, i vinë 5-6 inspektorate, i zënë derën, po të gjenë cilët këta poplat e mëdha, sa janë, 5-6 janë, në disa, edhe 1 edhe 2, pra në disa fusha. Atëherë, i ke këto shpur audituesish, ke 10, ke 20 të tillë, prapa vuri u këtyre, me osten, në çfarë osteni? Lejo me ligj që të përgjojnë telefonat e tyre. Sot, çdo sipërmarrës nuk e ka zyrën me një karike dhe me tavolinë, e ka me celular inteligjent.